gjendja në sistemin publik shëndetësor me listën esenciale apo me furnizim nuk është e kënaqshme. Arsyet duhet t'i pyesni ata, po përkundër se buxheti i qeverisë ka qenë 100% më shumë në raport me para 3 viteve, mungesat në SHSKUK edhe në spitalet regionale kanë qenë 200 e kusur më shumë. Prandaj, mendoj se kjo, jo që për them unë, as që do të dëshiroja, po është një matematik jo fort e kënaqshme në këtë aspekt, sepse të kesh shumë buxhet edhe të kesh shumë mungesa, dikon është një problem i madh të cilin duhet dikush të adresoj dhe të zgjidhë këtë problem. Deri tani, për të kaluarën e përpilimit të listës esenciale, të fillu penjësive kërkuese, ka qëndesh një hetim spokti administrativ të bëhet, të përpiluesit të listës esenciale edhe deri tek pjesa kryesore e administratës publike që në këtë rast i bie të jetë sekretari i përgjithshëm i cilës do ministri, por në këtë rast po flasmi për Ministrinë e Lindjes, të hetohet se çka kanë gjo me këtë çështje, çka kanë gjo me listën esenciale. Rrjedhimisht këtu dua të them se a ka pas paqartësi, a ka pas konfuzion, po, sepse këtu shihet se buxheti është shumë i madh edhe mungesat janë shumë më të mëdha se vitet paraprake. Po mendoj se me aplikimin e ligjit për unifikimin e çmimeve është menduar dhe mirë që është menduar, po nga e thëna që thonë në Shqipëri, nga thëna në të bërë që ndron një mal i tërë, e ka pas tendenca ndështi, po jo mirë e menduar, sepse çmimet, ne jemi komunikim për ditë që me kolegë, nuk janë zvogluar, ka një gamë e caktuar e barnave që janë zvogluar, por në përgjithësi çmimet janë aty, ose mos, me thonë edhe dikon edhe janë rritur goxha shumë. Që si qëllim kryesor ka pas zvoglimin e çmimeve, e që si rezultat final nuk ka dalë e tillë. Po kemi pas ankesat shumë, apo ankesat kanë qenë në drejtim të ndryshimit të çmimeve ko pas kohe, sepse ka pas disa periudha rideklarim të çmimit, ka pas farmaci që ka marrë çmimin bie fjala me 2 euro, pas 2 muaj ka marrë me një çmim kejt 3,5, apo që ka qenë një ndryshim jashtëzakonisht i madh i çmimit, dhe të cilat i kanë ankesat sepse ata kanë ballafaquar drejt për drejt me qytetarët. Dhe qytetari e ka atë ankesën sepse ky çmim nuk ofroi tyre as pak, po bora e shpjegimit po ju bie atyre kolegëve tonë të cilët me mund dhe sakrificë punojnë dhe veprojnë në farmacitë e tyre në dobi të qytetarëve dhe shëndetit të tyre.